Pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakojmë sërish së bashku me mua Tirona Lilin për të komentuar pak ngjarjet interesante që po ndodhin brenda në shtëpinë e Big Brotherit. Janë në fakt dy emra të cilat hamencohen që do t'jenë banor të shtëpisë së Big Brother, dy rikthime. Përflitet jashtëzakonisht shumë për një rikthim të mundshëm të Caseyt brenda shtëpisë, i cili do t'jetë një banor me të gjitha të drejtat si banorët e tjerë, ndoshta në çmimin e madh do të ketë penalitete, dhe përflitet që Luizeli pritet që të futet brenda shtëpisë së Big Brotherit për të qëndruar 3 ditë aty brenda për t'u përballur me Rogertin. Më thënë, këto janë titujt në fakt që po përfliten lart edhe poshtë, edhe pse Rogerti vazhdon të jetë akoma në dhomën e reflektimit dhe vllau i madh akoma nuk ka sjellur një dritë, le të themi, të gjelbërt se kur Rogerti do del, por Rogerti nga dhoma e reflektimit do të kthehet në shtëpi apo nuk do të kthehet. Unë mendoj që do të kthehet në momentin kur do të mbyllet televotimi në prajmin e së shtunës, që në kupton, deri të shtunën, Rogerti duhet të mbledhen të gjitha forcat dhe të qëndron në dhomën e reflektimit. Tani, për të qartësuar një herë këtë muhabetin e Luizit, unë mendoj që Luizi, në qoftë se do t'jetë pjesë e këtij kasti, 3 ditë, nuk është një gjë që nuk bëhet, është më se normale që mund të bëhet, sepse Luizi ka qenë banor i kësaj shtëpie, mund të bën një rikthim brenda në këtë shtëpi me një mision nga vllau i madh që banorët do ta kenë në mision për ta zbuluar në qoftë se Luizi është banor apo është thjesht i inflirtuar, edhe më pas do me thënë, në momentin që do del nga aty, me patjetër që do t'jetë i ftuar, siç e thash, në emision tek Kiara në Fan Club për të dhënë përshtypjet e tija për banorët dhe për Big Brotherin. Në fakt mendoj që Luizi duhet të jetë brenda këtij formati, sepse do t'ju ndryshon krejtësisht lojën, do t'ju krijon dinamika, nga që banorët nuk po krijojnë dot dinamika përpos grindjeve dhe nuk i ndajnë dot polet e shtëpisë, sepse që të gjithë duan të jenë protagonistë, ndërsa në Big Brotherin e Luizit ishte grupi i Luizit dhe grupi i Oltës, domethënë kishim 2 protagonistë. Tani, unë e pres me shumë dashuri Luizin dhe uroj që ky lajm të jetë i vërtetë, edhe pse nuk ka asnjë gjë zyrtare të konfirmuar nga ana e produksionit. Në një intervistë për mediat e Kosovës, Luizeli tha që ka ca zëra, ka ca gjëra, por do me thënë tani, a e tha me Big Brotherin që do t'jetë 3 ditë, apo e ndërlidhi me fermën VIP, kjo gjë do të shihet në ditët në vazhdim, edhe pse unë jam i bindur që banorët të cilët janë protagonistë, siç është Miri, siç është Rogerti, e shumë banorë të tjerë, nuk është se do ta presin me duar trokitje hyrjen e Luizit. Do të thënë, për ta qartësuar gjën, Luizi nuk ma merr mendja që futet vetëm për një banor brenda në shtëpi për ta goditur atë në asnjë mënyrë. Përkundazi, ndoshta Luizi mund të krijon raporte shumë të mira me Rogertin. Tani në anën tjetër, nëse komentojmë, Casey, rikthimi i Caseyt, mendoj që do ta fuqizon jashtëzakonisht shumë Inën dhe do të krijon këto 2 polet e kundërta. Mendoj që dhe Casey duhet të jetë në shtëpi, unë besoj tek shanset e dyta. Shanset e dyta janë shanse të cilat mund ta bëjë njeriu që të reflekton, dhe kështu që me shumë dashuri e pres hyrjen e Caseyt në këtë shtëpi dhe të Luizit.